2026 është viti kur shqiptarët mund të rivlerësojnë pronën e tyre duke paguar një normë tatimore 3 herë më të ulët, nga 15% në 5%. Tatimi i 5% do të aplikohet mbi diferencën mes vlerës së regjistruar të pronës dhe asaj të re në treg. Pra nëse një apartament ka vlerë të regjistruar 100.000 euro, ndërsa në treg vlera ka arritur në 150.000 euro, tatimi do të paguhet për diferencën prej 50.000 eurosh. Sigurisht, sipas ekspertëve, kjo do të jetë një lehtësi sepse flitet për një lehtësi fiskale që do të shërbejë në radhë të parë për shitësit që kanë pritur këtë moment. Shumë apartamente që tashmë janë për të shitur e kanë pritur momentin. Ndërkohë për blerësit do të ketë më shumë apartamente për të zgjedhur, ndërsa peshën më të madhe sipas ekspertëve do ta mbajnë qytetet më të kërkuara deri tani, Tirana dhe Bregdeti i Jugut. Qytetarët sipas ekspertëve mund të ndjekin dy rrugë, ose të bëjnë rivlerësim me çmimet referuese në treg, ose të kontaktojnë një agent për të marrë një raport vlerësimi për çmimin real që prona e tij mund të ketë në treg. Gjatë kësaj fushate do të njihet dhe amortizimi pronës, duke paguar normë tatimore më të ulët se 5% për pronat më të vjetra. Ndërkohë, për pronat e legalizuara, vlera që do të merret parasysh do të jetë ajo në momentin e legalizimit.